Avokat, pritet që të jepet vendimi për kryetarin e Bashkisë Tiranës Veliaj. Keni shpresa që mund të lirohet nga burgu? Rasti Veliaj është një rast shumë i çuditshëm në aspektin procedurial penal. Është një nga rastet që mua më ka bërë përshtypje se si prokuroria e posaçme ka vajtur kaq shumë ndaj rastit Veliaj duke jetuar për gjithçka. Pra, edhe në burg, edhe jetuar jo për të njëjtën vepër penale dhe për vepra penale të tjera. I është atribuar një vepër penale zotit Veliaj. Paralelisht dhe bashortës së tij, po njësoj. Rasti i tij për mua duket edhe i me shpresë, por edhe i pa shpresë, duke qenë se është një nga politikanët të cilët është rival brenda Partisë Socialiste të zotit Edi Rama. Pse e them rival brenda Partisë Socialiste të zotit Rama? Grupimi i tij është një grupim i cili, të jemi realist, është në dikasterë më të mëdha të vendit dhe ka pasur gjithmonë njerëz në vendet e duhura në momentin e duhur. Por jo aty ku duhet në karriken e gjyqësorit momentalisht. Por ne të marrim një rast ekstrem. Në rast se zoti Veliaj del nga burgu sot, ju e dini kush është më i friksuar nga të gjithë? Zoti Edi Rama. Pse? Sepse në rast se zoti Veliaj del nga burgu, në detyrim paraqitje ose në arrest në shtëpi, zoti Veliaj duhet të organizojë një strukturë tjetër brenda Partisë Socialiste dhe brenda Bashkisë së Tiranës si kundër përgjigje ndaj zotit Rama, sepse ju duhet keni parasysh që zoti Rama fillimisht e mbështeti në një farë mënyre zotin Veliaj, por realiteti është që ai mblodhi shumë shpejt punojësit të bashkisë dhe tha: ne me drejtësi nuk merremi, sepse ja kemi lënë stafetën drejtësisë së re, e cila merret me ata që kanë abuzuar. Tani unë nuk e kuptoj. Zoti Veliaj ka abuzuar ndërkohë është i pafajshëm, sepse prezumimi i pafajësisë është gjë kryesore që ne themi. Ose zoti Veliaj është marrë për të ndihmuar spaku zoti Rama që të fitonte 83 mandate sot. Prandaj, me qëndrimin në burg, zoti Rama është i favorizuar që zoti Veliaj nuk është jashtë burgut, por me zotin Veliaj jashtë burgu, zoti Rama do të jetë i kërcënuar në mënyrë kaq shumë të egër se sa edhe zoti Rama nuk do ta imagjinojë dot. Pse, avokat, ju mendoni që duke qenë në burg, Veliaj nuk mund të flasë dot? Po, sepse është në mbikëqyrje policore, është në presion, ashtu siç ai ka thënë kundër zotit Manja, se vetë ai e ka thënë nga përgjimet që vetë i kanë nxjerrë, ose nga komunikimet që vetë i kanë nxjerrë nëpër media, që ai ka patur një ofendim ose ka patur një debat në distancë me zotin Manja, duke thënë ato fjalët e tij. Pra do të thotë që partia e tij është ajo që e çoi në burg. Jo skandalet ose problemet e zotit Veliaj, sepse zoti Veliaj nuk është në burg për një shpërdorim detyre, është në burg se dyshohet për korrupsion. Është në burg sepse dyshohet që ai ka bërë pastrim të produkteve veprës penale. Që unë këtë të fundit nuk e besoj fare, sepse vepra penale, produktet e veprës penale do të vinë të gjitha në mënyrë të palishëm. Ndërkohë zoti Veliaj ka qenë me deklarimet normale ashtu siç duhet. Pra do të thotë që kjo akuzë dështon spaku. Ndërsa tek shpërdorimi i detyrës dhe qëndrimi i tij në burg nuk të jep liri. Prandaj duhet të jesh jashtë burgut që të veprosh. Nuk mund të kesh punojës të policisë që është në varësi të ministrit të drejtësisë dhe ti të kërkosh të bësh një sulm kundër ministrit që ushqen në mënyrë politike punojësit e tij brenda burgjeve. Është e pamundur për zotin Veliaj. Po ky është një mesazh për çdo Veliaj i cili duhet kuptojë që është brenda Partisë Socialiste, që nesër është rradha e tij në rast se nuk bindet dhe nuk nënshtrohet urdhrave politike të zotit Rama. Pra lufta ka filluar brenda llojit brenda. Ju mendoni që do ketë tjerë të arrestuar brenda
Patjetër do ketë të tjerë. Majorancës? Patjetër, sepse mesazhi është shumë i qartë. I themi popullit që ne kemi të korruptuar, por aman të këta i merr drejtësia. Kush drejtësi? Drejtësia është e jona. Pra drejtësia që duam brenda llojit ton. Dhe kështu ka ndodhur me Partinë Socialiste. Si ka punuar Partia Komuniste në kohën e atërshme? Kur ishe me partisë, ishe miku i partisë, shoku i partisë. Sapo diçka ndryshonte, u bëja armiku i partisë, i popullit, pra u përfshinte gjithë popullin në luftën kundër teje. Kështu është dhe sistemi, pra ka ndryshuar tabelat. Çfarë ishte SPAK-u? Krime të rënda. Çfarë sot SPAK-u? Mentaliteti i vjetër, plepat 1. Nuk kanë ardhur plepat 2 duke na sjell ndryshimin dhe rikualifikimin e tyre. Shqiptar janë, nuk jetojnë këtu në shtun nga hënat premte dhe shtun e diel jetojnë jashtë shtetit. Këtu janë të brumosur. Dhe ata që sot sillen sikur do të jenë njerëzit të cilët do na sjellin drejtësinë, janë ata të cilët sot vendimet e gjykatave europiane dalin kundër atyre. Pra prokurorëve, gjyqtarëve që janë sot në sistemin e reformuar të drejtësisë me thënjse, sepse nuk është sistemi i reformuar, është sistem i cili është porositur dhe është plepa 2. Është një sistem i cili përdoret politikisht aty kur përfshihet politika. Kush e komandon SPAK? Më përpara kam thënë tek shumë intervista që unë jam në një hetim të shikoj a kemi të bëjmë me një reformë kombëtare, ndërkombëtare apo mix, dhe unë dua të them që kemi të bëjmë me një reformë mix, e cila është të përfshirë në aspektin politik nga kryeministria, pra nga pushteti ekzekutiv, që përfshin Partinë Socialiste, dhe nga Partia Demokratike Amerikane, e cila ka punuar nëpërmjet fondacionit amerikan që është Soros, i cili ka ndërhyrë dhe ka bërë një punë të pistë kundër interesave të çdo shqiptari. Prandaj kjo drejtësi dhe këto institucione të cilët janë formuar për të luftuar krimin organizuar dhe korrupsionin, nuk kanë shërbyer për të dhënë atë drejtësinë që duhet të jepet, por kanë shërbyer thjesht të jenë në varësi të kryeministrit. Dhe prandaj ai mendim që kam pasur, a janë kombëtare, ndërkombëtare apo mix, unë them që janë mix, që në momentin e dur kryeministri informon SPAK-un dhe SPAK-u vepron për inat të kryeministrit. Mendoni që do zgjas akoma kjo lloj varësie? Është e normuar me ligj, s'kam çati, është e normuar me ligj. Do zgjas sa ekziston ligji. A në rast se mendoni ju se do bëhet modeli Maqedonas, mund edhe të bëhet edhe modeli Maqedonas dhe Rumun, që një kryeprokuror të arrestohet të bëhet mesazh për prokurorët e tjerë që kujdesni ku shkoni dhe si arrestoni. Mund të kemi edhe dërheqje brenda SPAK-ut në një moment të caktuar. Sepse presioni është i madh. Pra, presioni nuk është se të ndikon politika, presioni është edhe qytetar. Se në rast se ti dështon dhe nga dështimet i materializon si sukses, nesër ai sukses do të dali i pastër, uji i pastër, dhe do duket që ai nuk ka qenë sukses. Ai thjesht tymna, asgjë. Thjesht për të futur statistika. Për shembull, në rast se të del ty i pafajshëm nesër Veliaj, të del Irmeta i pafajshëm, të del Sali Berisha, më fal, reformën për çfarë bërën? Për të futur në burg disa të mbajnë statusin e burgaxhiut dhe në fund fare të marrin pafajësi? Prandaj them që kjo do dali një ditë, po do dali pak më vonesë. Dhe unë i them faktorit kohë edhe jap më shumë vëmendje se sa faktorit nevojë që të fusin njerëz në burg dhe në fund fare mos të kemi atë që duhet, drejtësinë e dur për vendin tonë.